shkak të denoncimit të mbërritur në redaksin ton, drejtori i burgut të Fushkrujës ka nisur të bëjë presion të burgosurve që të votojnë Arkend Ballën. SPA ka përfunduar hetimet paraprake ndaj kandidates së Partisë Socialiste në Fier, Zegjinet Çaushi, duke kaluar çështjen për hetim të mëtejshëm në prokurorinë e Fierit. India ka nisur një operacion ushtarak në territorin e Pakistanit dhe Kashmirin pakistanez, duke goditur infrastrukturën terroriste pas një sulmi ku u vran 25 turistë. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ, këtu në të Vadheu. Një i burgosur në burgun e Fushkrujës ka denoncuar një rast presionin ndaj të burgosurve për të votuar kandidatin e Partisë Socialiste, Arkend Ballën, në zgjedhjet e 11 majit. Sipas denoncuesit, përgjegjës për këtë veprim është drejtori i burgut Apostol Luca. Një burgosur nga burgu i Fushkrujës ka denoncuar një rast presioni ndaj të burgosurve për të votuar për kandidatin e Partisë Socialiste Arkend Ballën në zgjedhjet e ardhshme. Në një mesazh të dërguar për redaksin ton, ai akuzon drejtorin e burgut Apostol Luca se është ai që po koordinon këto presione. I burgosuri thotë se disa ditë para zgjedhjeve të burgosurve do të jepen urdhra se cilin kandidat do të votojnë dhe ata janë të detyruar të ndjekin këto urdhra ose të përballen me pasoja të rënda. Në mesazhin e tij ai thekson se nuk ka pasur asnjë mbështetje nga autoritetet shtetërore dhe pyet se si mund të ketë shtet dhe sistem drejtësie kur kjo po ndodh në hundën e institucioneve të vendit. Na thon se ditën e fundit do të përcaktojnë se cilin kandidat do të votojmë dhe duhet ta bëjmë pa diskutim ose të na marrin në qafë, shkruan ai duke shtuar se është i gatshëm të bashkëpunojë me prokurorinë për të denoncuar këtë veprim. Ky denoncim ngre shqetësime të mëdha për mundësinë e manipulimit të zgjedhjeve, duke përfshirë presionin mbi të burgosurit për të mbështetur një kandidat të caktuar. Një ndërtim pa leje në lagjen 29 nëntorit të Vlorës ka shkaktuar reagime të forta pasi banorët akuzojnë institucionet për heshtje për shkak të lidhjeve familjare të ndërtuesit me drejtorin e Kufirit Eduard Sulejmani. Ndërkohë, një inspektor i mbrojtjes së territorit akuzohet se ka mbyllur syt për këtë ndërtim. Ditën e dishme, redaksia jon publikoi shqetësimin e banorëve të një pallati në lagjen 29 nëntori në qytetin e Vlorës, të cilët ankohen për një ndërtim që nisi të ngrihet papritur përpara godinës së tyre. Sipas banorëve, platforma që po ngrihet krah një kioske ekzistuese është komplet pa leje, por institucionet përgjegjëse në Vlorë nuk reagojnë, pasi ndërtuesi është djali Eduard Sulejmanit, polici i cili më parë ka qenë në detyrë drejtori i Kufirit të Emigracionit në Vlorë. Lajmi duket se ka shkaktuar shumë trazira në Vlorë, teksa disa nga personat që janë përgjegjës për moslejimin e ndërtimit të këtij objekti e kanë marrë me të qeshur dhe kanë nisur të ngasmojnë qytetarët e thjeshtë që lexuan shkrimin e publikuar dhe kanë komentuar mbi çështjen. Kështu është edhe rasti Armando Hoxhait, me detyrë inspektori i mbrojtjes së territorit në Vlorë. Një ndjekës komentoi poshtë lajmit, siç e thatë vetë dhe ju, djali i drejtorit për Açun i babit. Ky koment duket se ka ngjallur epshet e inspektor Armandos, i cili pasi lejoi ndërtimin e objektit duke mbyllur syt, ka filluar ta ngasmoj vajzën duke i bërë replay, dyemoj duke qeshur. Ky që po gjuan këtë te komenti i ndërtimit pa leje në Vlorë është inspektori i mbrojtjes së territorit që kishte për detyrë moslejimin e ndërtimit. Shiko sa karshillok, shkruan denoncuesi që ngriti zërin për rastin në fjalë. Spitali privat Salus në Tiranë ka nisur të ofrojë shërbimin e hemodializës me financim publik pas një njoftim zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë, duke ngritur dyshime për mungesë transparente apo favorizim. Ndërkohë, drejtuesi i spitalit Olti Peçini më herët është përfshirë në skandalin ndërkombëtar të koncesionit Rapiscan për skanimin në portin e Durrësit. Mëtej do të ndiqni edhe reagimin që vetë spitali ka bërë për mediat. Një tjetër marrëveshje në sektorin e shëndetësisë është zbuluar së fundmi teksa spitali privat Salus Tirana ka njoftuar publikisht se ka nisur të ofrojë shërbimin e hemodializës me financim nga buxheti i shtetit. Ky njoftim i bërë nga spitali më 26 prill të këtij viti nuk u shoqërua nga asnjë dokument apo deklaratë zyrtare nga Ministria e Shëndetësisë apo Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, duke ngritur dyshime serioze për mungesën e transparencës. Aktualisht koncensioni i vetëm zyrtar për hemodializën është ai i firmosur në vitin 2016 me vlerë 100 milion euro, i dhënë kompanisë Diavita, të spitalit amerikan të Claudiana Lejbeut. Ky shërbim ofrohet në vetëm 5 qytete të Shqipërisë dhe mbulon vetëm 25% të pacientëve kronik, duke detyruar mijëra të sëmurë të udhëtojnë drejt Tiranës për trajtim, shpesh me kosto vetjake për transportin. Nuk ka asnjë informacion zyrtar mbi mënyrën se si u zgjodh ky spital, mbi kriteret, kushtet financiare apo mbi numrin e pacientëve që do të trajtohen. Nëse koncensioni është hequr Allajbeu dhe i është dhënë Peçinit, apo thjesht ky i fundit ka marrë një kontratë shtesë të dyshimt për ofrimin e këtij shërbimi. Rasti ngre akoma edhe më shumë dyshime kur Olti Peçini i Salus Tirana është emër i njohur nga skandali koncesionit Rapiscan,
Për pajisjet e skanimit në portin e Durrësit, Peçeni bleu 49% të koncesionit $210 milion për vetëm 500 lekë. Skandali financiar me përmasa ndërkombëtare u zbulua përmes një investigimi të realizuar nga analistë amerikan të Moody Waters. Sipas dokumenteve zyrtare të QKR-s, Peçeni është aksioner i vetëm i kompanisë ICMS, e cila ka marrë pjesë në marrëveshjen me kompaninë Rapiscan, një emër i njohur ndërkombëtarisht në sektorin e sigurisë. Për më tepër, ICMS rezulton e ngarkuar me barë siguruese nga Banka Kombëtare Tregtare, duke mos pasur as të drejtën ligjore për të transferuar aksione. Pavarësisht kësaj, transferimi është realizuar, ndërsa autoritetet shqiptare deklarojnë se janë të pafuqishme për të vepruar. Hetimi i Moody Waters zbardh më tej se koncesioni në Shqipëri ishte dhënë fillimisht kompanisë amerikane OCI Systems, e cila operon përmes degës së saj S2 Global. Pas marrjes së kontratës S2 Albania, kompania e regjistruar në vend i transferon 49% të aksioneve kompanisë ICMS të mjekut Peçeni. Gazetari amerikan që ndjek çështjen thekson se vlera reale e këtij transaksioni nuk mund të justifikohet në asnjë mënyrë, ndërsa pasqyret financiare nuk reflektojnë strukturën reale të pronësisë. Reagimi. Spitali Salus Tirana SHA dëshiron të bëjë një deklaratë për të sqaruar opinionin publik në lidhje me disa informacione të pasakta për shërbimin e hemodializës. Spitali ynë operon në përputhje të plotë me legjislacionin aktual të Republikës së Shqipërisë dhe ofron shërbime të hemodializës me standardet më të larta shëndetësore. Kemi një marrëveshje aktive dhe transparente me Fondin e Sigurimeve të Detyrueshme të Kujdesit Shëndetësor për dhënien e shërbimit të dializës për pacientët shqiptar. Kjo marrëveshje nuk është një kontratë detyruese apo koncesion, por vetëm një marrëveshje e lirë, siç operojnë edhe operatorë të tjerë privat në Republikën e Shqipërisë për të mundësuar këtë shërbim pacientëve sipas ligjeve të shtetit shqiptar. Publikime të tilla jo vetëm që dëmtojnë reputacionin tonë institucional, por thyen gjithashtu besimin e pacientëve dhe shkelin parime të bazë të etikës dhe të drejtën e informimit. Njoftoi median dhe publikun të drejtohet në burime zyrtare institucionale për verifikimin e çdo informacioni. Me respekt, Drejtoria e Spitalit Salus Tirana SHA. SPAK ka përfunduar hetimet paraprake ndaj kandidates së Partisë Socialiste në qytetin e Fierit Zegjinet Çaushi, duke kaluar çështjen për hetim të mëtejshëm në prokurorinë e Fierit. Ajo dyshohet për shpërdorim detyre, përdorim të funksionit publik në fushat dhe kanosje ndaj qytetarëve gjatë zgjedhjeve. SPAK ka përfunduar hetimet paraprake ndaj kandidates së Partisë Socialiste në qarkun e Fierit Zegjinet Çaushi, duke vendosur që dosja të kalojë për hetim të mëtejshëm në prokurorinë e Fierit. Sipas njoftimit zyrtar të SPAK, megjithëse nuk janë gjetur prova për veprën penale të korrupsionit aktiv në zgjedhje, hetimet paraprake kanë ngritur dyshime të arsyeshme për 3 vepra të tjera penale: shpërdorimi i detyrës, përdorimi i funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore, dhe kanosje apo dhunim ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. Dosja ndaj Çaushit u hap pas publikimit në media të një audio përgjimi ku ajo dëgjohej duke ushtruar presion dhe kërcënime ndaj një qytetari në kontekst të fushatës elektorale. Audia u bë virale dhe shkaktoi reagime të shumta për thirrje për hetim të menjëhershëm nga opinioni publik dhe aktorë të opozitës. Tashmë prokuroria e Fierit do të vijojë me veprimet procedurale për të zbardhur të gjitha rrethanat e çështjes dhe për të vendosur nëse do të ketë ndjekje penale ndaj Çaushit. India ka nisur një operacion ushtarak në territorin e Pakistanit dhe Kashmirin pakistanez, duke goditur infrastrukturën terroriste pas një sulmi ku u vran 25 turistë. Pakistani e ka cilësuar sulmin si një provokim të rëndë dhe paralajmëron një përgjigje të ashpër. India ka nisur një operacion ushtarak në territorin e Pakistanit dhe në Kashmirin e administruar prej tij, duke goditur disa objekte të konsideruara si infrastrukturë terroriste. Veprimi vjen si reagim ndaj sulmit të përgjakshëm në Pahalgam, ku më 22 prill mbetën të vrarë 25 turistë indian dhe një shtetas nepalez. Në një deklaratë zyrtare, Ministria e Mbrojtjes në Indi theksoi se operacioni ishte i matur, i përqendruar dhe jo përshkallëzues, duke nënvizuar se nuk janë sulmuar struktura ushtarake pakistaneze. India ka treguar për mbajtje të konsiderueshme në përzgjedhjen e objektivave dhe mënyrën e zbatimit të operacionit, thuhet në deklaratë. Nga ana tjetër, Pakistani ka reaguar ashpër duke e cilësuar sulmin si një provokim të rëndë dhe paralajmërim se do të përgjigjet në kohën dhe mënyrën që do të zgjedhë vetë. Ky provokim i rëndë nuk do të mbetet pa përgjigje, deklaroi zëdhënësi i ushtrisë pakistaneze. Sipas burimeve të kësaj ushtrie janë goditur 5 zona: Kolti, Muzaffarabad dhe Bagh, në Kashmirin e administruar nga Pakistani, si dhe Ahmadpur, Est dhe Murike në provincën Punjab. Të njëjtat burime thonë se mes të prekurve nga sulmet ka civilë dhe banorë të pafajshëm, pa konfirmuar ende viktima apo dëme në objektive ushtarake. Ky është një nga përshkallëzimet më serioze të marrëdhënieve mes Indisë dhe Pakistanit në vitet e fundit, teksa komuniteti ndërkombëtar u bën thirrje palëve për vetëpërmbajtje dhe dialog. Zonja dhe zotrinj, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë në takofshim.